Biznesmeni çek bëhet njeriu më i pasur në botë në industrinë e mbrojtjes. Një furnizues i mjeteve të blinduara dhe municioneve për Ukrainën është bërë personi më i pasur në botë në fushën e industrisë së mbrojtjes. Pasuria e manjatit Mikhail Strnad arrin vlerën e 37 miliard dollarëve pas ofertës publike të aksioneve në bursën holandeze. Ai është 33 vjeç dhe është pronar i kompanisë armatimit me qendër në Prag, Czechoslovak Group AS. Ka parë pasurinë e tij të rritet në rreth 37 miliard dollar, që përbën afërsisht 10% të ekonomisë së Çekisë. Pas debutimit të aksioneve të kompanisë në bursën e Amsterdamit, aksionet e kompanisë u rritën me rreth 28% në mëngjesin e ditës, kur u takuan për herë të parë në bursë, duke pothuajse dyfishuar pasuritë e tij brenda një nate. Përmes ofertës publike IPO, kompania dhe Strnad arritën të ngrinin rreth 3.3 miliard euro duke shitur aksione me çmimin prej 25 euro secili. Ai trashëgoi kompaninë nga babai i tij pas një transferimi pronësie në vitin 2018. Sot ai renditet ndër personat më të pasur në moshën 40 vjeç, sipas Bloomberg Billionaires Index, me një pasuri të vlerësuar prej 36.9 miliard dollarësh. Czechoslovak Group është një nga prodhuesit kryesor të armatimeve dhe pajisjeve mbrojtëse në Europë dhe ka fituar kontrata të shumta ndërkombëtare. IPO-ja e fundit konsiderohet një sukses i madh duke rritur interesin për aksionet e kompanisë dhe duke vendosur Strnad ndër miliarderët që po rriten shpejt në botë. Analistët e tregut e shohin këtë lëvizje si një tregues të fortë të besimit të investitorëve në sektorin e mbrojtjes dhe në strategjinë e zgjerimit të Czechoslovak Group në tregjet globale.